Kemi rastin e 5 majit që njihet si dita e dëshmorëve të kombit. Ne në magazinën Bonbon sot do të flasim me theks të veçantë për memorialet, për mirëmbajtjen e tyre, sa janë duke u mirëmbajtur sa jo. Kam kënaqësinë që këtu në studio të kem dy mysafir të cilët besoj do na japin shembull konkret të situatës aktuale në vend, por edhe me ta do të kuptojmë se pse po kemi një neglizhem të tillë edhe nga institucionet. Kënaqësi që me ne kemi zotin Rafet Llapashtica, anëtar i kryesisë OVL-UÇK-s. Faleminderit shumë zoti Llapashtica. Faleminderit për ftesën. Dhe në të njëjtën kohë kemi edhe artistin Ilir Muharremi. Zoti Muharremi, faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi për ftesën. Atëherë ne me theks të veçantë sot do të flasim për memorialet, shtatoret, bustat e shumë çka tjetër, por unë do doja të niseshim duke diskutuar pak edhe për 5 majin. Si u shënua sot, zoti Llapashtica? 5 maj dita e dëshmorëve të kombit, por njëkohësisht me këtë datë përkan edhe data e dëshmorëve të zonës operative të Llapit. Ne sot kemi zhvilluar aktivitetin të cilin e kemi të përvjetshëm edhe në kalendarin e përkujtimeve të OVL-UÇK-s Degan Podujev. Kemi fillu me omazhet kompleksin Memorial Zahir Pajaziti, ku prehet trupi kryekomandantit ton. Pastaj programin qendror kemi marrë në memorialin e varrezave dëshmorëve në Penu. Ky manifestim është zhvillu në koordinim edhe me Kuvendin Komunal të Podujevës dhe organizatat e dola nga lufta. Më thonë, kjo është një datë e cila është në kalendarin tonë edhe çdo vit, domethënë përkujtohet, shënohet edhe branë programe të ndryshme dhe fjalime, përkujtime për dëshmorët dhe erën e tonë. Në kuadër të kësaj dite ne kemi vendosur që të flasim pak edhe për memorialet. Si ishe ato, si ishe gjendjen aktuale të tyre, zoti Llapashtica? Ne në Podujevë kemi 3 memorialet të mëdha, memorialin Zahir Pajaziti në Arlan, memorialin ku është komandanti Zahir Pajaziti, fillet e para të UÇK-s në Lladovc, edhe me kompleksin memorialit varrezave dëshmorëve në Penu. Kryesisht të 3 memoriale mirëmbahen, por kemi edhe 30 lapidare në kuadër të zonës ku janë të vendosura në vendet e ramjes të ndryshme, që është lapidari në Kaçandall, në tablet të Llapashticën, fshatin Majac, memorialin fshatin Dëz, eks të tjera në Herticë, Mosticikun, po kryesisht në komunën tonë si OVL-UÇK-s, të më thonë i kemi të vendosura 30 lapidare dhe 3 memoriale. Këto lapidare dhe memoriale disa janë ndërtu me njëherë mas lufte, kryesisht mas shpalljes pavarësisë të Kosovës, dhe më thonë, janë ndërtu memorialet, dhe më thonë, pas vitit 2008. Disa mirëmbahen, disa nuk janë në gjendje të kënaqshme, nata është për kategoritë e dola nga lufta. Dhe më thonë, kemi ligj për kategoritë e dola për luftës familjet e dëshmorëve. Pastaj, pas luftës është themeluar edhe agjencioni për mbrojtje në monumenteve historike të Kosovës, ku janë memorialet, të gjitha memorialet, të më thonë edhe të ushtrisë shërimtare, por të gjitha ato që janë në evidentimet e tyre. Është të vërtet që në nivel republike, nëse flasim, disa nuk janë të mirëmbajtshme edhe nuk janë të kënaqshme. Besoj që shteti duhet të ketë parasysh edhe të rritet buxheti, se mirëmbajtja sigurisht bëhet me buxhet, dhe më thonë, se dojnë kasta. Shembull, në memorial në varrezave dëshmorë, kemi pas të punësuar një Ciceron, i cili, dhe më thonë, duhet të jetë ato, për arsye se është edhe muzeu brenda memorialit të dëshmorëve, pastaj muzeu në kullën e Zahir Pajazitit nuk ka mujtë më funksionalizu, dhe më thonë, dojnë një kasta. Në shfrytëzoj rastin që dhe më thonë edhe prej këto na kemi diskutu, kemi qenë në një takim edhe me kryeshefin e Agjencisë Mbrojtjes Monumenteve të Kosovës, memorialeve që dhe më thonë të ketë parasysh që në mohon aty ku ka memoriale, qysh është shemë Prekazi, edhe na qysh e kemë Glëgjani, disa pika që janë më të mëdhaja, dhe më thonë duhet të jetë Ciceroni gjithsesi, nuk është kosta e lartë ajo për shtetin, për arsye se ka vizitor të ndryshëm përditshëm, memorialet janë të hapura ditët e tjera. Por sido që të jetë kjo jetë në përgjegjësinë e tyre, ne si kategori, dhe më thonë, nuk mujmë vetë me i majtë ato, dhe më thonë deri në pafundësi, ne mundohemi edhe jem shtetjet agjencionit për çdo nevojë që duhet prej neve. Por ne shohim që, dhe më thonë, nuk janë ashtu si duhet me kanë. Si ishet ti, zotëri Muharremi? Nëse është fjala për mirëmbajtjen e memorialeve, përderisa
kanë obligim, po mendoj autoritetet e komunave të pastrojnë rrugët, pse mos t'i mirëmbajnë, ose pse, se fjala është që për shembull skulpturat nuk damtohen vetëm nëse ti ja then një pjesë ose një gjymtyr të anatomisë, por ajo damtohet për shembull edhe prej sheut, prej baltes, prej shpendëve, po që rinë, domethënë edhe është një lloj damtimi, sepse damtimi nuk nënkupton vetëm goditjen fizike, por damton për shembull pjesën e plastikës, pjesën e draperisë, domethënë kostumeve, pjesën e portretit, ku unë kom pa fatkeqësisht, për shembull edhe është edhe duhet ta theksojmë skulpturën e Femiaganit që i kemi pranë fakultetit të filologjik, më kujtohet diku para një viti, ka qenë komplet skulptura e damtume prej jashqitjeve shpenzve. Domethënë diku besoj një muj ditë kur kush nuk ka qenë në gatishmëri që ta pastroj. Vërtet më ka ndoshta i zhdart edhe vetë na si qytetar me bëu atë gjest përderisa komuna nuk e ka kry. Pse vjen kjo? Kjo vjen që njohuriet ose për artin e skulpturës vërtet kemi pak. Domethënë nuk merremi shumë me pjesët estetike. Mendojmë që vetëm duhet rrugët edhe trotuarët pastrohen. A monumentet prezantojnë figura historike ku ne përmes tyre i rikujtojmë ato figura gjalla që dikur kanë jetu. Atëherë, sapi respektojmë na skulpturat ose imazhet e tyre, ose në fakt sapi respektojmë ne ata, se jo vetëm skulpturat. Në fakt, ata jo në atë skulpturë ose në veprën e artistit. Kjo është për të arë keq. Nëse analizojmë shtetet evropiane, për shembull në Gjermani, në Itali, në Greqi, në Francë, ato mirëmbahen shumë. Ka edhe atje, normalisht, një 2 ose maksimale 3, por jo një muj. Një muj është vërtet ajo shumë një fatkeqësi kështu ku neglizhohet arti. Kjo i bën që injorohet ana artistike. Tjetër edhe në qendra tjera, se nuk o vetëm Prishtina, në mendoj që edhe në për qytetet tjera, për shembull në Pej, ku kemi shtatorën e Ibrahim Rugoves, është një shtatore mirë realizuar prej skulptorit Gzim Muriqi, po edhe aty domethënë autoritetet shumë pak kujdesen për mbajtjen e skulpturave ose monumenteve. Kjo është tash, a duhet ta ngritim na zërin, a duhet të reagojmë ne si kritik të arti ose ne si mos. Unë mendoj që duhet të reagojmë, mos t'i lojmë në mëshirën e sheut, se presin me rashi edhe sheu me pastru. Domethënë, do ne patëm rastin e lapidarit që ketë fakulteti mos gabofsha filologjik, e pjesa e mbyshkrimeve, grafiteve të shkrume, ku ca të rinj kanë shkruar emrat e tyre. Domethënë se damtimi është në masa të ndryshme, nuk është damtimi vetëm në thyerje. Edhe ajo llogaritet si një damtim i lehtë, mirë po është damtim jo etik. Domethënë është një lloj jo respekti. Një veprim i bërë nga gjeneratat e reja, por realisht a e njohim si shoqëri ne rëndësinë e monumenteve, skulpturave të tilla, zotëri Llapashtica? Po, me shiku në realitet, është keq nështë ta me thonë nuk e njohim, por nuk e praktikujmë. Kem drejt me thonë, apo dem. Unë e mendoj se çdo komunë në nivel republike ka ditën e çlirimit vetë. Më thonë komuna e fundit që është çliruar është PD-ja me 19 qershor, që më thonë në forcat serbe kanë dalë për mes pikës së Mërdarës. Dhe mendoj që çdo komunë për të vedisu 3 tonë, brezat e ardhshëm, duhet që në ditën e çlirimit drejtoritë komunale të arsimit të organizojnë orë historike, s'paku 1 orë, rëshart ose mësues të historisë, të flasin për luftën çlirimtare, figurat kombëtare edhe herënët e vetë në nivel komune, e kur i marrim në të si nivel republike, atëherë njoftohen i gjithë kombi edhe populli, edhe brezi i ardhshëm për luftën tonë edhe rrugtimin e këtij kombi deri kemi ardhur në këtë momentum. Por sido që tjetë kjo nuk praktikohet, të më thonë, praktikohen aktivitete të ndryshme për shumë qka, por jo për këta, nuk për thamë tash që ka naj qëllim rreth kësoj pune, por nuk ka praktikim, është që ceku kolegu për shembull pastrohet sheshi, por nuk pastrohet shtatorja Zahir Pajazitit, apo e krye herojt Skënderbeut, apo e prezidentit Rugova, apo nënës Terezë, dhe më thonë, e di që për ditën e çlirimit Prishtinës, dhe më thonë, krejt institucionet nivel republike nga prezidenca deri te niveli lokal, bojnë homazhe para shtatorës Zahir Pajazitit edhe festojnë ditën e çlirimit,
Po kur të këqyr shtaturën e Zahir Pajazitit, dhe më thonë ajo është e ndotme prej shpesve të ndryshme që është, dhe më thonë, nështë një tërp para të huajve apo para fëtëve që i bojnë, shto që duhet jenë të kujdeshëm. Për arsye se nivellet lokale kanë budget, ndajnë budget, linja budgetore me ligjën për pushtetin lokal, në mund ndajnë ligja budgetore, ndajnë mjete budgetore për mirëmbajtjen dhe pastrimin edhe të varrezave civile. Si ndahet buxheti edhe nuk pastrohen? Po tash unë po flas për varrezat e qytetit, ata ndajnë për varreza, mirëmbajtje të varrezave të qytetit civil, domethënë. Po tash në kodrën e këtyne unë mendoj që kuvendi komunal ka përgjegjësi për të gjitha aty ku drejton, pastaj në këtë kodër mund ta bojnë një bashkëpunim edhe me agjencionin, i cili e ka një buxhet limituar për këtu, edhe dal nga dal na ti bojnë. Pastaj nuk kemi vizita, domethënë. Komunat tonë organizojnë, është shumë e vërtetë që organizojnë domethënë ekskursione në Shqipëri, shkojnë rrinë në për hotelet ndryshme, diskoteka. Unë e di që rinia ka nevojë më arktua. Është pjesë e jetës edhe arktimi, por dhe më thonë asë njëherë kuvendet komunale nuk e kanë bon një ekskursion mrena Kosovë. Po flasë. Gjeneratat e kalume, dhe më thonë, nxënës të Prishtines para luftës, shlerimtarët, para shlerim për dy, si kanë qunë në Landovic me po shtatorën e Borë Ramizit. A më ngoptan? Ky popull gjithëherë ka vizitu dhe ka mësu historit të tjerve. Asë njerë s'ka pas rastin të mësën për herojt e vetë. Të vlerësohet në histori me një notë për herojt e vetë, për rrugtimin e vetë. Dhe më çdo student, ashtu është prenotua të mësu për Miladin Popovicin edhe si Brozditën. Dhe më thonë, tash i kemi herojnë të unë, kemi historin të unë, edhe kemi qa flasëm. Kështu që, dhe më thonë, nuk vizitohen, nuk ekskursione sa shkojnë për shembull me qu në Lapë, në Drenic, në Dugagjen, në Karadak, Kamenic, në të gjitha vendet, mi u mojt një ligjeratë. Unë mendoj që është pjesë e kulturës. Asë një herë jam shumë i sigurt, unë po flasë jam jurist, nuk jam historian, po asë një herë një njeri nuk mundet mund ngrit në nivelin e vetë të duhur, nëse nuk e nje historinë e kumbit vetë dhe nuk e nje vetë vetën. Kështu që unë i bëj thirrje për këtij emisioni, është një për emisioneve që lumë edhe po flasë për herë të parë s'pako jamone që të diskutohet për këtë tema dhe të përgëzoj për iniciativen që e ka marrë një zdenishe edhe ti si moderatore, dhe më thonë që kuvendet komunale, kryetarët edhe çdo institucion, dhe më thonë ta kryen obligimin e vetë për çka është aty. Duke mos dosht me etiketu askan, mirë po nape shumë, kështu që nëse... Po flasim për gjendjen aktuale? Për gjendjen aktuale, na vetëm për flasëm për një realitet, unë besoj që... Po e prezentojmë një realitet. Po, këtu janë të dukshme, Që i shet gjithë se cili që kalon pranë tyre. Çfarë duhet bëjmë, zotëri Maremi? Në fakt e ceku shumë mirë që ndohet një pjesë për shembull e buxhetit për mirëmbajtjen, por ajo nënkupton edhe mirëmbajtjen e shtatorëve. Tash ku bjen përgjegjësia, shtohet, të cilat autoritete, kush është përgjegjës për mos kujdesin ose mos pastrimin, ose është pjesa hala më e ndjeshme restaurimi i monumenteve, ku janë njerëz të cilët diplomojnë, specializohen enkas për këtë fushë. Te ne në Kosovë kemi ka që merren edhe me restaurimin e veprave, me monumente, me piktura, me mozaik ndryshëm, se ato të gjitha kërkojnë mirëmbajtje. Se në fakt vepra e cila vendoset në hapësirë publike, në ambient të hapur, ajo nuk vendoset vetëm qitet edhe në mëshirën e natyrës ose të fatit, ajo duhet gjithmonë të mirëmbahet, se ekzistojnë ligje, por unë vetë çuditna pse nuk mirëmbahet kjo. Do me thonë, për çka? Po kjo, nëse analizojmë ne më thellë, kjo vërtet rrjedh ajo ku shumë pak flasim për skulpturën, pak flasim për artin, për artit. Nuk mbjellim njohuri, se arti nuk është vetëm relaksim. Arti është edhe terapi, arti është edhe mësim, arti është shkencë, arti është estetik, arti është gjithçka, në fakt. Ne shumë pak, ne artin zakonisht e marrim vetëm të premteve, po mendoj në për shkolla, ose hajde veç të shkaravisim të vizatojmë. Diçka si kohë e lirë është. Po, e marrim si relaksim për kohë të lirë, ose e përdorin më shumë edhe si hobi. Nuk është ajo. E kjo është ajo mungesa, se po të kishim ne njohuri për skulpturën, po flasim tashmë se kapim skulpturën, se edhe piktura është e ndjeshme.
Po, për skulpturën, atëre besoj që reagimet do të ishin tjera nga autoritetet e shtetit. Me njerë besoj një dhe dy maksimalisht 3 ata do të merrnin masa edhe do të pastronin veprat. Sepse figurat të cilat i kemi në vepra janë figura shumë të shquara historike. E kemi Gjergj Kastriotin Skënderbeun, e kemi Ibrahim Rugoven, e kemi Anton Qetën të fakulteti filologjik, kemi emra shumë të famshëm. E tash, llogaritet gjithë ata emra edhe mirëmbajtja është zero. Po dhe realizimi estetik është në nivel shumë të kënaqshëm të atyre skulpturave. Normalisht, përjashtuar disa për të cilat sot nuk është kjo temë që ti diskutojmë anët anatomike ose pjesën e defekteve estetike, por si do që tjetë, ne po flasim për fazën 0.1, do me thonë mirëmbajtja, që është gjëja më elementare edhe gjëja më e thjeshtë. Edhe kërkojnë nga autoritetet edhe bëjë thirrje që mos t'i lojnë skulpturat, piquj skulptura sa ato janë skulptura monumentale. E monumentale në ato që ne t'i rikujtojmë personazhet të cilat gjeneratat e reja ndoshta i njohin veç përmes fotografive ose nuk i njohin fare. E qëllimi i këtyre skulptura është kjo, që një i ri kalon edhe shet Gjergj Kastriotin, shet figurën e tij e thotë, "Wow, kështu është dukur Skënderbeu." E tash paramendoj ti Skënderbeu i baltosur me balt, ku autoritetet nuk e pastrojnë. Kjo është, për mendimin tem, është edhe dhimbshme. Jo veç etike, po edhe dhimbshme nëse shikohet. Zoti Llavashtica, po nëse kjo situatë vazhdon, domethënë autoritetet nuk është se ndërmarrin diçka për pastrimin apo edhe mirëmbajtjen e tyre. Cili është shembulli, mesazhi konkret që ne po ju japim pikërisht brezave të rinj? Po shiqë, tash na si kategori të luftës na kemi dol për lufte, domethënë kur ka qenë puna diçka me kryet që shdohet, na kemi nejt mal. Dhe më thonë, tash na si organizata na imbrujmë vetëm këto vlera dhe kemi obligim që realizimin e kërkesave tona e kom cek edhe në emisionin televizionet tjera. Na nuk kërkujmë as gjo ma shumë se son ligji që leja. Dhe më thonë, edhe nëse respektohet ligji, dhe më thonë atëre, na, po, do të me qenë të knoqën gjithë, se qa që jep hapsin, edhe besoj që është i mjaftueshëm. Na mesazhin e kemë qartë. Republika e Kosovës, shteti jonë, edhe historia jonë ngritet mi themelet e barrezave të dëshmorve. Kosova nuk do të ishte shtetë si mos do të lufta në Kosovë. Dhe më thonë, me krejt dhimbjet, humbjet që i kemi pas, të familjarve, të bashkëluftarëve tonë, në këtë rrugtim, të krimeve që ka ndodhur, po Kosova është dikush ka vdek për dikan. Që na të frymojmë lirshëm, debatojmë televizionet tona kështu, të japim mesazhe të qarta, të mësojmë shqip, të edukojmë shqip, edhe të mësojmë rrugtimin ton, ka qenë i dhimbshëm, rrugtimi humbje, ky kam në vazhdimsi deri në vitin 99, do më thonë breza e breza, por kemë shumë figura që sot nështë edhe nuk janë edhe populli, nuk e nje kontributin e tyne, për këtë arsye është shumë e rëndësishme që figurat tona t'i kujtojnë përmes pomjes në skulptur, për shembull Zahir Pajazitin, pse e njohin bashkëluftar shumica e gjeneratave që kanë lidhur mas luftës kanë arritë ta takojnë figurën e tij dhe imazhin e tij e kryejnë përmes shtatorës që është në shesh zona operative Llapit, atëherë kontributin më i madh shkon për Rustem Mustafën, domethënë është shtatorja e parë, domethënë e vendosur në Kosovë për arsye se kemi dashur me ditë, domethënë që me pa dikush se si duket, domethënë kanë një pjesë skulpturave, monumenteve të rëndësishme dhe pjesëmarrja në atë kohë më kujtohet si luftar, domethënë, po tash domethënë të mos më mbajmë kjo ka lënë suficit me miliona euro komuna, shumë që kanë pas komunën e Prishtinës që debatojshin për 30 milion, 50 milion bortje financiare, e mos nujshme i mojtë monumentet mrena komunës për shkaqe edhe qëllime, ta shkeqe më onë se nësë kemi marrë, bojmë debat për politikë, se dikush më në merë si thëmbim politik, po s'po kohë nësë marrën këtë emision për ata, dhe më thonë është edhe mshme edhe arsytimi jetë gjithë jetim që thëjmë. E kështu që barra dhe përgjithësia jetë të përgjithësi, këtë rast të kryetarët e komunave, të kryeshefi agjencionit, jetë të institucionet e Kosovës, na mu i shkojmë dorën zemër, dhe më të memorialet duhet jenë të pajisuna, me simbole, me flamoj,
flamurin e Republikës Shtetit tonë, flamurin kombëtar, flamurin e ushtrisë shqiptare, duhet të organizohen simpoziume, akademi, e na munduan mënyra private pas luftës me mojt gjallë këtë frymë si organizata është e vërtet jo me shtetin as me komunën, po vetë që mos talon bjen tempo, na pishuam edhe sulmet e shtetit serb që të gjona këtër të denigrën këtu se aja atakon që ato ku unë shpesh e kom thonë, gjitha ja falë publik shqiptar, Serbia, ushtrisë shqiptare nuk ja falë këto, se edhin shkputjen që e këna bo. Kështu që për shembull është e palogjikshme që na në Liri, dhe më thonë mos të mujnë mrena 365 ditëve në teatrin kombëtar Prishtinës të organizojmë një akademi në nivel shteti për herën të mdhaj, për intelektual të mdhaj në këtë rast që shta për Anton Qetën, për Prezidentin Rugova, për Femi Aganin, për Zahir Pajazitin, për Adem Jasharin, për Luana Radina e figura tjera. Unë e piceku disa, se krejtë që një mojnë, po na kemë qka mojmë në mendoj që kjo është detyre shtetit tonë, kur arrin, dhe më thonë, Serbia në Graçanic të angjet shtatore në Car Lazarit edhe të arruën mbi 22 vjetë në pëdrëm deri të vjen momentumi me qinë rrëth Graçanicës, unë mendoj që kësoj përgjithësi nuk mund një ikë as nivelli lokal, as qëndruar, as një barë institucioneve për herojnët edhe figurat tona. Kështu mendoj unë tash na luftarët na shta dalim pak ma radikal, mirë por na nuk thuj me bot diçka që e cënën të drejtë në askujt. Na jemi me vlerësu edhe në intelektual edhe gjithë kanë edhe një shkrimtar, për shemë këtë rast qysh është Kadareja që dikush të mësën për vepra të bojmë një promovim të libra tina, se nuk më ngrimë. Dhe më thonë, kjo është e mesazhi jam edhe unë e lus prapë, po qka është? Tash e keni të letë, dhe më thonë, na nuk kemi mundësi financiare se unë e kom mendu me realizu një projekt që në Varrezat e memorialit panu të bojmë një program dhe mund që si të bështas me dollë biografia e zdo dëshmuri, pa e dër një kësta, kështu që tash jetë në përgjithësinë e tyne, nuk po thamë që s'janë të punu. Nuk po thamë që s'janë të punu kur gjë, por na falëm se sa janë në nivelin e dur, kështu që... Dhe shtatori e Adem Jasharit, për shembull, që sa kërkohet Prishtinë, kur su bo, kur su vendos. Një moral për Adem Jasharin se kemi bo. Shtrot pyetja, kjo është shumë e dhimbshme. Më kupton? Me vite, jo po bëtë si vjetë, jo po kërkot lokacioni. Monumenti është i vllazërim bashkimit të Partisë Komuniste të Jugosllavisë, ato figurat që duken krah për krah, në sheshin Adem Jasharit është lapidari i vllazërim bashkimit të Republikës së Serbisë. Këto duhet me pas shorë se brezat e ri mund mos me ditë dikush çka janë ato figura. Apo tan. Domthon monumenti që është në sheshin Adem Jashari, Trekonshi është imbretërisë serbo-kroate slovene, ata njerëz që duken skulptura janë vllazërim bashkimi i Josip Broz Titos. Sheshi quhet Adem Jashari, ka pas premtime prej shumë kryetarëve, domthonë na jemi vitin 2026 edhe mos domthonë shtatorja kryekomandant. Nuk është problemi këtu te kryekomandanti Adem Jashari, po është problemi te vunja e themeleve të historisë tonë, domethënë, por si do që tjetë nga presëm që në të ardhmen këtu të realizohen. Unë di që është një temë shumë e gjerë, por dua t'ju falenderoj që të dy që gjetët kohën për të realizuar këtë bisedë dhe uroj që të gjitha këto që thamë të shërbejnë dhe të ndërmerë diçka dhe mirëmbajtjen e monumenteve ta kemi më të sofistikuar. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit për iniciativën edhe ftesën. Faleminderit për ftesën.